Zgjodhën pikërisht 8 marsin që të bëjnë ceremoninë e hapjes së këtij dyqani. Organizuata thirrje të nënave nga granti komunal për kraja ambasadës së Britanisë së Madhe, si dhe ambasada e Shqipërisë, që nga sot ka filluar funksionimin e punëtorisë së ëmbëlsirave duart e arta. Pjesëmarrëse në këtë aktivitet ishte edhe kryetaria e komunës së Gjakovës, Mimoza Kusari Lila, e cila dhe uroi festën nënave me nga një vazo me lule. Ajo tha se këto nëna kanë dëshmuar se pavarësisht dhimbjes për humbjen e më të dashurve, nuk janë dalur asnjëherë së vepruari. Me kretat brengë dhe peshë që ju keni mi vajt për gjithë jetën e juaj në shpirt, prap është kjo një rikthim sado i vogël ka e ardhmja e përbashkët. E ardhmja e cila është edhe vlerë edhe është ndërtuar edhe mbi gjakun aty që i keni humbur. Në mesën e shumë llojeve të ëmbëlsirave ato kishin përgatitur edhe një tortë në të cilën shkruhej urimi për 8 marsin. Së bashku me kryetaren e prejnë tortën në mesën e shumë të pranishmëve. Po shpresoj që mendimin e disa nonave që i kam bë identifikimin e tyre, domethënë që kanë nevojë të angazhohen, se këto familje nuk kanë nevojë për lëmosh, kanë nevojë për ndihmë, të kalojnë ato barierat, plagën që kanë në shpirt me humbjen e më të dashurve. Përndryshe për të gjithë ata që shprehin vullnetin për të vizituar këtë punëtori, por edhe të shërbejë me ëmbëlsira, objekti i saj gjendet në rrugën Skënderbeu përballë stacionit policor të Gjakovës. Nënat e kësaj shoqate tash tutje do të përgatisin edhe ëmbëlsira.